Aeroporti ndërkombëtar i Vlorës pritet të shndërrohet në një tjetër port të madh për të gjithë vizitorët që zgjedhin Shqipërinë për ta vizituar e për të pushuar. Në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës u krye sot fluturimi i parë certifikues. Në ceremoninë e organizuar me këtë rast ishte i pranishëm kryeministri Edi Rama, ndërsa në pistë ul edhe avioni privat i biznesmenit nga Kosova, Bexhet Pacolli. Ky aeroport do të jetë porta hyrëse në jugun e Shqipërisë dhe porta e zhvillimit të turizmit. Ky aeroport përjetësohet në terren për të shndërruar në aeroportin kryesor të vendit, i cili do të funksionojë mbi 3 modele biznesi: aviacion civil, mirëmbajtjes së avionëve dhe një cargo airfield, me një sipërfaqe prej 309 hektarësh, pistë 3.2 kilometër dhe një investim për 104 milion euro. Porta ajrore e jugut synon të japë një tjetër hov zhvillimit të zonës, por veçanërisht turizmit në vend. Ai është projektuar për të akomoduar të gjithë fluturimet kudo në botë dhe ato transoqeanike. Fluturimet e para projektohen të bëhen në verën e vitit 2025. Porta ajrore e jugut synon të japë një tjetër hov zhvillimit të zonës, veçanërisht zhvillimit të turizmit në vend. Nga aeroporti i Vlorës, ku kryhet dhe fluturimi i parë certifikues, kryeministri Edi Rama tha se projekti ishte teje sfidues. Kreu i qeverisë tha se në trupin e avionit është krijuar një shipojnë ty krenare, duke ju referuar punonjësve nga Shqipëria dhe Kosova, që sipas të cilit do të ngrenë edhe më lart emrin e tij. Kreu i qeverisë njoftoi gjithashtu se kompania Air Kosova do të operojë në aeroportin e Kukësit. Kompania, tha kryeministri, është e regjistruar në janar të këtij viti dhe po punon për të siguruar avionët. Një datë kur mund të nisin fluturimet e kompanisë në aeroportin në qytetin verior nuk zbuloi, pasi siç sa ai me batut, datat që japun fusin brenda syrin e keq. Rama tha se ka pasur interes për Tiranën dhe Vlorën nga kompani që merren me logjistikën e transporteve, ku sipas kreut të qeverisë, edhe me zhvillimin e Sazanit, territori do të jetë një magnet i fuqishëm për turistët e huaj. Kreu i qeverisë njoftoi gjithashtu se së shpejti Air Albania do të shtojë edhe 2 avionë të tjerë. Po punohet gjithashtu, tha kryeministri, për të krijuar një flotë të dedikuar të avionëve të biznesit.